Nxënësit janë deklaruar që po mësimdhënësi se i ka rrej. Ma shumë se gjysmën prej tyre. Deri në një përfundim të procesit gjyqësor, ne nuk kemi kompetent marrim hapak me ato thjesha. Inspektorati ka gjetë disa vërejtje gjatë shqyrtimit të dokumentacionit, respektivisht ekipi inspektues. Nxënësi në fjalë nuk vijon mësimin. Sipas ligjit asnjë fëmijë nuk guxon të jetë jashtë sistemit arsimor. Ne jemi të marrë me të gjitha kapacitetet si shkollë që nxënësi në fjalë të kthehet në banka. Janë bërë më shumë se 2 muaj që një nxënës i klasës 8-3 të shkollës së mesme të ullët Ibrahim Rugova në Obiliq nuk po e vijon mësimin. Arsyet lidhen me një akt akuz që një ish arsimtari të kësaj shkolle është ngritur nga prokuroria e që dyshohet se ka ushtruar dhunë po ndaj këtij nxënësi. Ndërkohë, prindi tashmë pretendon se fëmiu i tij po bullizohet nga shkolla për shkak se i njëjti është ankuar në polici dhe prokurori për dhunën ndaj fëmijut të tij. Rasti i parë ka ndodhur vitin 2023 në muajin dhjetor, ku në rastësisht ka marrë vesh se arsimtari ka ushtruar dhunë ndaj fëmijëve. Në muajin shkurt 2024 ndodhi prapë njëjtësa. Prapë ushtron dhunë ndaj fëmijëve dhe unë aty nuk ja fali më dhe shkoj direkt në polici. Drejtoresha pasi ka marrë vesh për rastin, ka shku direkt i ka pyet nxënësin në klasë, dhe nxënësit janë deklaruar që po mësimdhënësi i ka rrej. Ma shumë se gjysmën prej tyre dhe ka thënë mbledhjet prindve urgjente. Aty janë deklaruar disa prindë që po, fëmijët i kanë tregu, 2 prej tyre kanë qenë në proces gjyqësor deri para disa dite, po në fund janë tërheq për akt akuzës. Arsyet i din ata vetë, veç unë po besoj se është presion i madh që është të bë, që është bën ndaj tyre, e që njëjtin kohë është të bë edhe ndaj fëmijës, edhe ndaj familjes në përgjithësi, si në shenjë hakmarrje për dënësimin arsimtarit. Emisioni hulumtues Udhëve në RTK ka siguruar akt akuzën ndaj arsimtarit të gjuhës shqipe Naser Dragusha, ngritur më 28 qershor 2024 nga Prokuroria Themelore në Prishtinë. Arsimtari Dragusha akuzohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj nxënësve të klasës së 7 në shkollën e mesme të ullët Ibrahim Rugova në Obiliq. Sipas akt akuzës, nxënësit që nuk i kishin kryer detyrat, detyroheshin të dilnin tek tabela dhe nga arsimtari goditeshin me një vizore. Pas akt akuzës ndaj arsimtarit Dragusha, prindi Xhafer Haziri thot se ndaj fëmijut të tij që ishte viktim e këtij të fundit, tashmë kanë filluar bullizimet në shkollë. Bullizuar në shkollë vazhdimisht, jo vetëm kë bullizimet ndodhin, mirë po kujdestarja ka qenë në shumë raste ka qenë shumë e ashpër me fëmin dhe nuk i ka marrë fort parasysh. Apo me fjalë tjera se kalon fëmin me fol, kur tjerë e kanë akuzu këta. Sidomos shoqët e klasës. Ka pas në disa raste unë jam mundu me marrë një farë balansi, mos më ashpërsu fort raportet me kujdestaren. Në shumë raste më ka falendruar për bashkëpunimin, derisa unë e kam kundërshtu. Dhe kur unë e kam kundërshtu, ajo atëherë ka filluar më tharushëm. Kujdestarja e klasës Azemine Sadiku në anën tjetër thot se tash e disa muaj po përpiqet që të bind prindin që të kthej fëmijën në shkollë, duke mohuar këto që po i thot prindi publikisht. Thonë nxënësi në fjalë nuk vijon mësimin. Prindi i ka disa pretendime të tijat se fëmiu është i bullizuar. Unë si kujdestare e klasës 8-3 deklaroj me përgjegjësi të plotë se nxënësi në fjalë asnjëherë nuk ka qenë i bullizuar prej shokëve të klasës dhe si kujdestare asnjëherë nuk kam pas ankesa prej tij që ai është i ndjerë, i fyer, i kërcënuar ose në çfarëdo forme tjetër të bullizimit.
Unë me prindin fjalë kam qenë në kontakt vazhdueshëm, sa herë që ai ka shpreh dëshirën me ardhmë me komuniku me mua si kujdestare, gjithmonë ja kam dhënë mundësinë, edhe përmes telefonit, domethënë përmes shkrimit, përmes bisedave telefonike, po edhe përmes bisedave në shkollë. Dhe rasti i fundit kur kishte ndodhur që fëmijët në shkollë, domethënë demt kanë lujt, vajzat ju kanë afru afër, e këta s'jap kanë vënë veshin fort, ato kanë filluar me i qujt, si me fjalë, si fëmija më, jo një geje, kësi gjona. Edhe kur djemë kanë reagu, të pak të në ata dy shokët e tjerë, kanë reagu, veç më ka qesh kur i ka. Edhe atër ka orë kujdestarja, me fjallën e pari ka thonë, ti prapë po ngutësh apo, thëta, po do në marë qantër me shku në shpe. Edhe kjo ka dosh mi tregu që unë s'kom pas kur gjë të bëj me rastin, unë veç kum qesh, edhe se kanë me foljes. Kujdestarja e klasës Azemine Sadiku ka hartuar edhe një raport ku ajo ka përshkruar rrjedhën e gjithë ngjarjeve. Në raport, unë në mënyrë kronologjike e kom përshkruar, domethënë, krejt rrjedhën e ngjarjeve, kur ka qenë prindi prezant, domethënë çka kemi biseduar me prindin, si i kam shkruar atij, e kam ftuar në shkollë për shkak se disa nxënës kanë pas ankesa pak për djalin e tij, edhe si kujdestar klasës që bisedoi në mënyrë të rregullt me prindrit, e kam ftuar për një bisedë. Edhe prindi as nuk ka shfaq as një shqetësim ose diçka që domethënë kemi biseduar në mënyrë normale, edhe mi nda me mirë kuptim. Po qysh gjithë ky normalitet ndërkohë fëmia nuk po të ardhë në shkollë. Ju pe përshkruani si një situatë krejt normale, edhe komunikimin, edhe rrjedhën, po e kemi një fëmijë që është që ka praktikë mësimin tash 2 muaj. Unë nuk e di pretendimet e prindit. Nuk e di pretendimet pse e bën. Edhe nuk është hera parë që ai ka ndaluar prej shkollës. Prindja ka prezantuar një dokument që fëmiu është i traumatizuar si pasojë e bullizimit dhe dhunës që ka ndodhur më herët. Si fëmijë ka pas mungesa të shumta. Shumë mungesa. Dhe prindi ka arsyetuar, jo ka njerë prej smundjeve të lëkurës, diçka mandej, jo ndonjëherë ka kështu nuk flan natën, rrin natën në zgjut, mëngjes po mundet më zgju. Edhe nuk ka që ka diagnozë diçka, unë si kujdestare që kom patë që ka pas një diagnozë shqetësuese ose që për mos vjeshmëri. Asnjëherë, sepse unë jam arsimtare biologjisë, edhe kam përvojë edhe mjekësore, edhe më i kuptu sido që tjetë diagnozat, po asnjëherë s'kom pas diçka që ka qenë për mësardhje. Në mbrëmje unë isha në punë, kujdestarja po më shkruan. Tha kom një ankesë për edhe po ma shpjegon, po nis me më shpjegu, thash po e di, thash se më ka tregu, thash mio. Thash po ti se kelon as me fol. Tash vajzat kanë qenë ato që i kanë bullizu djem, tash jo këta ato. Tash po ti se kelon as me fol. Tha jo, to tha janë vajza shumë të mira, tha janë sjellshme, thash s'm kanë sjell probleme kur, tash po, thash ato vajza thash që po i thonë djemve geje kësi gjona. Edhe nuk se ato fjalë kam në Viber që kam shumë me to. Tha më duket tha ti sqarova, tha gjithë anal, tha s'kem çka diskutojmë, thash jo, thash kem çka diskutojmë, thash nuk më sqarove ti mua asgjë, thash viu nesër në shkollë, tash ai diskutojmë këto çka. Çka ndodhi në shkollë? Nesërmen nuk shkova, se nuk më rrita me disa punë tjera. Mas nesërmen kishim një seancë në gjykatë. Fëmija ishte me mua natyrisht. Edhe prej gjykatës shkum drejt në shkollë dhe në korridor u taku me kujdestarën. Dhe filloja me ankesat në prezencë fëmijës, edhe fëmija i mohoi kategorisht të gjitha, asnjë tha nuk janë të vërteta. Jo, tha kurrë tha nuk e tha ti tham kjo, se ajo mohoi që i ka thonë fëmijës a do të marr çantën me shku në shtëpi. Fëmia tha po, tha ti tham kjo thonë personalisht. Edhe nuk belon as më fol tha. Edhe filloi arsimtarja po tha po i prek tha pjesën time të trupit. Po qysh? U drejtova ka djalit, tha baba nuk është e vërtetë. Haziri thot se gjendja emocionale e fëmijës të tij është rënduar dhe për këtë ai ka prezantuar edhe dokumentacion mjekësor. Me që bëhet fjalë për raporte shëndetësore dhe diagnoza për një të mitur, emisioni udhëve do t'i mbajë ato si dëshmi, por nuk do t'i publikojë për shkaqe të privatësisë. Problemi do të thellojë edhe më tej kur zëvendës drejtori i shkollës Alin Imani, sipas Hazirit, do të organizojë një peticion në favor të arsimtarit të akuzuar. Është në terapi psikiatrit se me të fillum procesi gjyqësor ndaj arsimtarit, është aktivizu
zëvendës drejtori, si zakonisht që është shumë e ka marrë me inat apo me këtë çështjen e denoncimit. Me iniciativën e zëvendës drejtorit, Këshilli i Arsimtarëve ka ndërshkruar një peticion në favor të arsimtarit. Dhe e ka prezantuar në procesin e parë, seancën e parë gjyqësore. Dhe fëmiu me njerë ato e ka marrë nga zemrës. Pas seancës të babi tha do të thotë të arsimtarët të pas ka ndërshkruar tha peticion kundër meje, tha, e pas kanë mbështetur. Tar babi thash jo, nuk mund më do të thonë që është ashtu, mos e merr tash nga zemrës. Seancën e dytë prap zëvendës drejtori vjen me një shkresë në lidhje me sjelljet e fëmijët në shkollë dhe një tjetër shkresë në lidhje me sjelljet e prindit. Që për mua është një absurd, e kupton se s'ka të bëj fare me rastin. Po mirë po pra fëmiu i merr ato nga zemra, e kupton? Ka qenë tendenca që me paraqit fëmijën sa më problematik në raport me rastin, që me pas një alibi që për mua është prapë është absurd, çfarë do që tjetë. Po edhe sikur të kishin qenë të vërteta të gjitha këto. Kush jep të drejtën me rrej fëmin? Emisioni Udhëve ka kontaktuar me telefon me zëvendës drejtorin Alin Imani. Ai nuk ka pranuar të jap një përgjigje para kamerave në lidhje me pretendimet e prindit. Më datën 6 maj 2025, në ora 13:15, në gjykatën themelore të Prishtinës Degan në Fushë Kosovë, zëvendës drejtori Alin Imani, nga ekipi hulumtues i emisionit Udhëve, është zgjeruar duke hyrë në gjykatë bashkë me arsimtarin Naser Dragusha, që në këtë proces është i akuzuar. Ndërka zëvendës drejtori Imani në këtë proces gjyqësor që mbahati mbyllur për publikun është dëshmitar, dhe kjo sipas tij është arsyeja që ai nuk mund të deklarohet në lidhje me rastin. Momenti që kanë tentu, momenti që zëvendës drejtori ka ardhur me shkresë në gjykatë. Domthonë Pala Mbrojtës që ka prezantuar atë shkresën e zëvendës drejtorit mbi sjelljet e fëmijët dhe sjelljet e prindit. Dhe kjo ankesa e kujdestarës për ngacmime. Unë e shoh tani si një tendencë për me paraqit fëmin, si degenerum dhe thjesht i konsideru si të montume dhe nuk ka më besim në e lanë fëmin në shkollë, përderisa dikush nuk i qartëson këto gjona në plotni. Në anën tjetër, redaksia e emisionit hulumtues Udhëve ka siguruar një shkresë përmes burimeve të saj në komunën e Obiliqit, në bazë të cilës konfirmohet se zëvendës drejtori Alin Imani ishte dënuar nga Komisioni Disiplinor i komunës së Obiliqit. Sipas shkresës së Komisionit Disiplinor të datës 16 gusht 2024, zëvendës drejtori Imani ishte dënuar me heqje page prej 20% për 6 muaj rresht, pasi kishte shkelur detyrat dhe përgjegjësitë në punë. Mirë po këto shkelje nuk lidhen me ankesat e Xhafer Hazirit, por me një rast tjetër, ku i njëjti, përmes një shkrese kundër ish drejtoreshës, njoftonte se kjo fundit kishte ndikuar në kalushmërinë e nxënësve që kishin nota të dobta. Nxënës të klasave të gjashta nuk din lexim dhe shkrim, vetëm një shembull, në një klasë 8A2, pothuajse mbi 50% nuk din të shkruajnë. Kishte akuzuar çuditërisht zëvendës drejtori nxënësit e shkollës, ku dhe vet ishte një nga udhëheqësit kryesor. Emisioni Udhëve ka kontaktuar edhe me arsimtarin Naser Dragusha, i cili po akuzohet nga prokuroria për sulm ndaj fëmijëve. Përmes telefonit, ai ka thënë se gjitha këto pretendime janë të pavërteta, por nuk ka pranuar të flasë para kamerave. Në shkollën Ibrahim Rugova në Obilic, ku ka ndodhur ngjarja, është ndrruar drejtori, pasi ish drejtoresha është pensionuar. Tashmë drejtoresha e shkollës është zonja Fatmire Mjekiqi, e cila thotë se këtë probleme ka trashëguar dhe me këtë po mirret që nga fillimi i punës së saj. Ky problem është brenda shkollës, edhe realisht ne jemi të marrë me gjitha kapacitetet si shkollë që nxënësin fjalë të kthehet në banka.
edhe jem edhe me psikologën edhe me ekipin që jem të bërë përpjekje vazhdimisht, pavarësisht prindit se po pretendon që një mësimdhënës i caktuar ka bërë dhunë drejt fëmijët vet, kam kërku që ai le t'i ndjek procedurat, po jo fëmijën ta ndalë nga procesi mësimor. Kjo ka qenë kërkesa ime vetëm ndaj prindit, që mos ndalet ai, po fëmijën në asnjë formë ta ndalë pi shkollës. Edhe Fitore Hashani, drejtoresh e arsimit në Biliq, është emëruar në këtë detyrë pasi ka ndodhur ngjarjet në shkollën Ibrahim Rugova. Ajo thot se janë marrë masa pas aktakuzës ndaj arsimtarit. Bazon ligjet në fuqi, drejtoria e shkollës, konkretisht, shkollës Ibrahim Rugova, ka dhënë vërejtjen verbale dhe me shkrim ndaj profesorit në fjalë. E njëjta është procedurë në drejtorinë komunale të arsimit, me që rast drejtoria ka marrë masën e dytë shqiptuese ndaj profesorit duke e largu prej shkollës ku ka dhënë mësim. Dhe për momentin profesori jep mësim në një shkollë tjetër, po jo në shkollën ku është zhvilluar gjithë situata. E kam bënë ankesë në drejtorinë komunale të arsimit, unë kam kërku me u marrë masa konform ligjit ndaj arsimtarit. E që do të thotë suspendimi pa kusht, të paktën ligji sa e di unë e thotë kështu. Në momentin që ka një akt akuzë për vepër penale, ai duhet çdo zyrtar apo në punë civil që punon në institucione shtetërore duhet suspendohet deri në dëshmimin e pafajësisë. Në drejtoria komunale e arsimit në bashkëpunim me zyren ligjore që operon në komunën e Biliqit, po vazhdon me përcjell këtë gjendje dhe në kohën kur është kompetencë e komunës, konkretisht e drejtorisë, do të merren edhe hapat e më të tjeshëm. Deri në një përfundim të procesit gjyqësor, ne nuk kemi kompetent marrim hapat më të tjeshëm. Tani së fundi rasti ka shkuar edhe në DK, ekipi i DK-s, dhe me thonë, është u marrë me rastin e nxënësit. A ka siguri nxënësi për me ardhë edhe me viju mësimin në këtë shkollë? Pa tjetër që po. Ja kom thonë edhe prindit sa herë. Unë me prindin kam pas kontakt edhe kam ftu edhe me bashkëshorten më ardhë dhe me diskutu ma gjënësisht se çka është të shqetësu ma tepër, edhe thjesht me siguru që fëmiu i vetë në asnjë formë nuk bullizot mrena klasës, ka majtë mbledhje edhe me prinderit, mrenda, do me thonë, mrenda klasës që nxënësi është, kështu që të gjitha masat themi, i kom marrë që nxënësi mundi njësoj si nxënësi tjerë me që jenë plotësisht i barabartë. E ndeku i bullizimit sipas prindit Xhavit Haziri është thelluar edhe më tej, kur një fotografi e bashkëshortes së tij ishte postuar në rrjetet sociale. Postimin sipas prindit e kanë bërë një grup i nxënësve me qëllim të bullizimit të birit të tij dhe duke e rënduar edhe më shumë gjendjen emocionale të birit të tij. Kur është fjalë të bullizimi, në tetor vitit kalum, një shok i shkruan se të disa shokë tonë të kanë marrë fotografinë e mamit tonë prej grupit klasës, se të po shpërndojnë për rrjetet sociale, po ja dërgojnë njëri tjetrit edhe po inkurajon njëri tjetrin me të bullizu ty, të thonë çfarë mami të bukur ki, çfarë mami seksi ki, e kësaj gjëna. Edhe atëherë janë i tregon, unë isha në punë, i tregon mamit vet, dhe normal që ajo asarohet dhe qohet e shkon në polici. Po e denoncon rastin, jep një deklaratë dhe mbetet me kaq. Prej atij rasti mu askush asnjë sen. A keni qenë ndjeni që një fotografi e nënës së këtij nxënësi është shpërndarë në rrjetet sociale, ja është bëhet fjalë për këtë fotografinë këtu, dhe nxënësit tjerë e kanë komentuar në përmbajtje goxha sensitive nënën e këtij fëmije? Jo, ta shumë për herë të parë jam të pa dhe fotografinë, jo, nuk jam ndjeni. Në raportet që unë i kam pranu prej kujdestarës të klasës, nuk është që është e cekne kjo pjesë dhe realisht as prindi nuk e ka diskutu këta me mu. Sepse kam disht mu afru më tepër me prindin, arsyeja vetëm është interesi fëmijët. Unë me çdo formë jam të desh që nxënësi mu kthyn në shkollë. Shqetësimi më i madh në këtë situatë është pikërisht edhe i drejtorisë komunale të arsimit vijshmëria e fëmijët në shkollë. Bazuar në kompetencat edhe në mekanizmat që i posedojnë, neve jemi duke mundu maksimalisht që fëmijët të rikthehet në procesin mësimor. Në takimin e fundit që ka pas ekipi për parandalim dhe braktisje, ka qenë data 24 të 4-it,
Dhe kemi një raport të cilin e posedon drejtoria komunale, ku përpjekjet e tyre kanë qenë maksimale ndaj prindit që të ketë mirë kuptim edhe të kthehet fëmiu në procesin mësimor. Po presim edhe po shpresojmë shumë që të arrihet ky qëllim. Prindi Xhavet Haziri është ankuar edhe në Ministrinë e Arsimit. Unë nuk kam marrë kundë dëshmi për drejtorisë komunale të arsimit. Kam bërë ankesë në Inspektoratin Arsimor, kam qenë direkt në zyrën e Hidajit e Vokshit, i kam bërë ankesë edhe me shkrim, i kam dërgu. Ajo ka kthy te sektori i Inspektoratit Arsimor, te zotërinë e Bebeluli, dhe më ka këshillu me shku me u taku me te. Dhe kom shku, kom taku, mirë më ka prit zyrë, tha, nuk guxon, tha, kur, tha, askush tha me prek, tha, fëmin me dorë. Tha, nësë është nevojë, thonë, ka me qunë shpet, tha. Tha, po ma le, tha, mu kitë punë dorë, tha, unë e ta kry. Tha, është më rregull, është. Tha, po, fillimisht, ta dush me bota një ankesë në drejtori, edhe në shkollës dhe në drejtori komunale të arsimit. E që unë nuk i kisha bo, përbes, edhe mas në unë i bon ato. Ndëgjova këshillën ati, e bona ankesën te drejtoresha, qova e protokollova se kështu më këshilloj. E protokollova, e dërgova në drejtori komunale të arsimit, gjithashtu e protokollova dhe shkova, jalash në Bibelurit në zyrë, ai nuk ishte qenë aty, mirë po zyrtari që ishte aty, e muri jala mi tavolinë. Ndaj mësimdhënësit apostrofuar është marrë është dhënë një vërejtje si mos disciplinore, sipas rekomandimit që rasti të shqyrtohet mbi bazën e fakteve dhe gjithë asaj që posedon shkolla, në ndërkohë rasti është paraqit në polici nga ana e prindit dhe në gjykat, dhe inspektorati nuk posedon një raport as të policisë e as të gjykatës. Mirë po, për mi kristalizue rastin, kemi kërkuar edhe nga DKA, edhe nga shkolla, që të morën të gjitha veprimet konform legjislacionit në fuqi, në mënyrë që nxënësi mos të psojë, nxënësi mos të dëmtohet dhe prioritet parësor është që ai të vijojë mësimin edhe të jetë në bankat e shkollës. Shqetësimi më i madh është se fëmiu vazhdon të mos shkojë në shkollë. Fëmiu nuk është të shku në shkollë prej ka fundi i muajit shkurt, parafërsisht që i bie rreth 2 muaj. Kam shku plot 3 herë dhe kam vizituar edhe në shtëpi, kam lyp takime shtesë, ka ardhur edhe prindit e unë, ka kërku të themi një lloj ndihme se si me vepru për me ardhur deri te sjellja e nxënësit në shkollë, por që realisht nuk është që janë krijuar edhe shumë mundësi. Tani, së fundi është DKA-ja me ekipin që është duke u marrë me të, por që nuk e kemi alan një vendim përfundimtar, sepse prindin këtë pikë është duke, si të them, është duke shty mundësit ose nga frika që fëmiu i vetë prapë mos po pëson të njëjtën gjë, edhe pse realisht në atë nuk ka asgjë, por unë një gjë mund ta them si drejtoreshe kësaj shkolle që siguria ose barazia tek fëmijët ka me qenë njësoj për gjithë. Rastet e tilla specifike mirë që janë të ralla, por kur i kemi të tilla, janë rregullorët e shkollës dhe rregullorët komunale që e drejtojnë këtë çështje, duke i ofruar mësim shtesë vetë fëmijët. Kështu që po shpresoj edhe në këtë rast të zgjidhet sa më shpejt situata e të rikthehet fëmiu në shkollë, ndërsa mësimet plotësuese gjithë kujdestarët edhe profesorët e fëmijët të merren seriozisht me këtë punë. Do të jetë mbështetje të këtij procesi. Inspektorati ka gjetë disa vërejtje gjatë shqyrtimit të dokumentacionit, respektivisht ekipi inspektues, dhe kemi konstatuar dhe kemi kërkuar përmirësimin aty në situatave, në ndërkohë edhe kemi dhënë rekomandime të afatizuara që me prioritet kanë, fokus kanë kthimin e nxënësit në shkollë. Mirë po, nuk mund të flasim për raportin e policisë edhe për mosat ose vendimin me që në rasti është procesuar edhe në gjykat. Jemi inkompetent të flasim për këto veprime, cila do të jenë pa i po dokumentacionin. Derën e hapur e ka edhe prindi edhe institucioni për aq sa kemi kompetencë ligjore me ndihmue edhe me rekomandue.
Në organizatën Terre des Hommes e Gzona Gashi, thot se duhet një rishikim i planit të veprimeve të bëra për të gjetur një strategji se ku është hendeku në mënyrë që të gjendet një zgjidhje që fëmiu të vijojë mësimin. Në qoftë se krejt këto veprime janë ndërmarrë dhe s'ka zgjidhje deri në këtë pikë, atëherë është thjesht një rishikim i atij plani dhe veprimeve të bëra e që nuk kanë funksionu, për me gjetë një alternativë ose një strategji se ku është qaj hendeku dhe me ju kthy me e bë përmirësimin në proces të këtij grupi bashkëpunues që nuk ka funksionu në këtë rast. Si organizat, ne në gamën tonë të shërbimeve, përveç politik bërjes për mbrojtje të fëmijëve, ku kemi punë me fëmijët, automatikisht i kemi të përfshirë familjen, prindrit dhe familjen e fëmijëve. Kështu që paralelisht me shërbimet që ne i bëjmë në qendrën edukimin e familjes, të prindërve në aspektin e vetëdijësimit të drejtave të fëmijëve, veçanërisht të drejtës elementare për shkollim, ku sipas ligjit asnjë fëmijë nuk guxon të jetë jashtë sistemit arsimor, atëherë punojmë në ngritjen e vetëdijes dhe edukimit të prindit, por në të njëjtën kohë kontributin ton profesional në atë grupin profesionist për menaxhim të këtij rasti. Do me thonë me ekipin për parandalim, drejtorin, menaxhmentin e shkollës, në mënyrë që me e pa ku cili zinxhir është kaput dhe s'ka funksionu, dhe si ekip i përbashkët me e rishiku rastin edhe me pa aty ku mundemi me ndreq punë, sepse dhe në kontekstin tonë Kosovë, është një qasje që nëse hymë në rast me një ego se cili parimisht vetëm si teknikisht punojmë, atëherë kur s'kemi me pas zgjidhje. Aty kërkohet një ndërmjetësim mes prindit edhe institucionit shkollës në mënyrë që me e gjetë një gjuhë përbashkët dhe fëmija mos me mejtë pa shumë shkollë. Rasti i fëmijës që nuk po kthehet më në shkollë pas dhunës dhe bullizimit nuk është thjesht një çështje individuale, por një pasqyrë e mungesës së reagimit të duhur institucional ndaj problemeve serioze në sistemin arsimor. Përderisa procesi gjyqësor ndaj arsimtarit është në zhvillim e sipër, pasojat psikologjike dhe sociale për fëmijën dhe familjen e tij vazhdojnë të thellohen. Institucionet arsimore dhe ato të drejtësisë kanë detyrimin të garantojnë sigurinë dhe dinjitetin e çdo fëmije në shkollë, sepse vetëm atëherë shkolla mund të jetë vendi ku fëmijët mësojnë, zhvillohen dhe jo të vuajnë. Shikues të nderuar, nga unë Alban Selimi, miru pafshim deri në emisionin e ardhshëm. Për të ndjekur informacionet e fundit, na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook RTK, Instagram RTK, TikTok RTK dhe YouTube RTK. Mos harroni, jemi gjithmonë live në rtklive.com.